Vallai, sot për sot ma shumë po tratojnë femnat. Nëse të pës për ty personalisht, ose a mundesh me përshkru mashkullin ideal, apo diçka pasi folën për këtë temë? Normal mu më duhet një moshkull ideal për më koni sinqert, i vëmendshëm me pas respekt ndaj meje. Kjo vlinë. Sinceriteti dhe respekti Po, primare. po qajo. Kisha thonë që me vlerësu një femën që duhet, ja vlen ma mirë. Për tjera sene nuk i di ato i din ma mirë. Përshëndetje. Përshëndetje. Si e nani mirë? Mirë jo. Mirë, faleminderit. Jemi për emisionin 05, pyetja që kam për sot, a ma shumë tratojnë femrat apo meshkujt? Vallai, sot për sot ma shumë po tratojnë femnat. Është janë femën vetë, se di, po janë shumë lakmitarë mas parës, nuk i di. Po edhe ka edhe prej meshkuj që tratojnë. E the që femrat po tratojnë për pare. Po ma shumë po, vallai, në ditë sotit interesi është. E pse unë nuk e kam prioritet për këtë pjesë, po zakonisht shumica e femrave e kanë këtë pjesë. Pse? Kur e Vallai. di që në kohën e sotme janë gjitha mundësit për me punu. Qoftë femrat, qoftë meshkujt. Se di, vallai, nuk e di për ata, s'm ka rasti mu provu asnjëherë, se di. Një dikon, qoftë nga shoqëria ose që ke dëgju. Jo, nuk ka njerëz që një, ama me detajisht me emra nuk i di ashtu krejt, nuk muj më t'i thonë. Unë besoj që përveç gjërave materiale, beson që ka edhe arsye tjera. Po, normale, e dihet, besoj që po. Në rregull, fole për femrat mirë, po the që ka edhe prej djemve. Po, Ti personalisht, gjatë jetës tënde, ke njohur ndonjë mashkull, ndoshta që ose je ndjenjë ndonjëherë të tradhtuar? e të rrethu me s'muj me thonë, se s'm ka ra asnjëherë mu provu, po ka edhe që tratojnë edhe për meshkuj, valla. Në rregull, a ke një mesazh, një këshill ose çka do për qoftë femrat, qoftë meshkujt? Kisha thonë që me vlerësu një femën që duhet, ja vlen ma mirë. Për tjera sene nuk i di ato i din ma mirë. A do të tregon çka duhet me bani mashkull për me qujt vlerësim sipas teje? Si duhet ta vlerësoj një femër? Po më koni sinqert, me pas pak një vëmendje pak ma shumë ndaj një femnës, me vlerësu qatë femën që është korrekte ndaj një lidhje, mendoj që kjo. Në rregull. Po nëse të them për ana sjelltas, femra ndaj mashkullit, Po edhe femra do të më koni e njëjtë send, si te femna si te meshkujt. i njëjti rast. Po, Në rregull. Prej nga jeni jo? prej Kaçanikit. Po. Pse jeni sot në Ferizaj? Valla jam me punë normal, se punoj këto në Gjilan, ta në vi këto edhe qështu, ta në më bje me shku në Kaçanik e nez. Në rregull. Nëse të pës për ty personalisht, ose a mundesh me përshkru mashkullin ideal, apo diçka pasi folën për këtë temë? Normal mu më duhet një moshkull ideal për më koni sinqert, i vëmendshëm me pas respekt ndaj meje. Kjo vlinë. Sinceriteti dhe respekti Po, primare. po qajo. Në rregull. Faleminderit shumë për shëndetin. Kalofshi bukur, ditë e mirë.